Ikim nga të përdorurat, si që dini fiksimin tim me të përdorurat dhe më në fund ka ardhur pranvera, koha është ngrohur, duke qenë se kam edhe mamin, edhe ajo është e fiksuar po se unë me rrobat e përdorura dhe të gjitha gjërat e përdorura në përgjithësi, tham, okay, sot tek vendi. Filluam edhe unë që në fillim kam gjetur disa gjëra shumë të mira dhe që në fillim dukej që do ishte një flow market shumë i mirë, kam gjetur gjëra shumë të bukura dhe shumë interesante. Këtu kam gjetur atë çka unë kërkoja prej kohësh, mjelmën, nga ku mund të mbaj make-upet ose edhe furçat, po për furçat në fakt e pata gjetur në një flow market më para. Të gjitha këto janë gjërat që unë gjeta në gjendje shumë të mirë, edhe çmimet variojnë diku te 3, 4, 5, 2, jo më shumë se 5 euro. Kam gjetur edhe këto enët që më pëlqyen shumë, por dua të di në komente edhe mendimet tuaja nëse ju pëlqejnë apo jo. Për mua janë gjetjet më të bukura ever dhe mezi po pres që të shkoj përsëri të shtunën.